Ndërsa zyrtarët dhe ish zyrtarë të lartë përballen me hetime në SPAK, qytetarët e Vlorës ndahen në mendime për punën e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Një pjesë shprehen optimist se më në fund po ndihen rezultatet e një drejtësie që nuk ndalet përballë askujt, ndërsa të tjerë mbeten skeptik, duke cilësuar procesin si të ngadalë dhe selektiv. Jo, do ta them trosh, asë një s'kam besim. Kam vetëm besim të shtatot e mia, kam rritur 2 jetim i rrita për mrekulli. Punova edhe i rrita. Nëshi, nuk besoj njëri më tutje, se s'më ka dhe në njëri në një gjë mbi atë që kam punuar unë. Qeveritar të korruptuar dhe ish qeveritar. Ka plot, unë gom, po dhe neve nuk më ikojnë ata se ne që s'kemi do vdesëm. Jo, do vdesëm dhe nga ta. Qeveritar në SPAK, sa besim keni tet? Te asë njëri. As te prokuroria? As te prokuroria, as te avokatia. Janë që të gjithë mashtrusa që gënjejnë këtë popull që marrin 100.000 lekë. Qatë të thuash nëshi. Mirë ne që e ngrysëm, po ju si do vejalli me këta qeveritar, me këta avokate, me këta prokuror. Janë që të gjithë që s'bëjmë do të gjë ne, se s'kemi do të gjë në dorë, ma i bëjmë, këta qeveritar. Drejtësia ka më përpara këtyre, që të mund t'i kishtë mbaruar punë me drejtësim. Tani të ke, mos i zë me emra, ke që nga gërdeq e këtja askin s'ka vajtur. Keni besim të prokuroria e posaçme? 55 është, ajo mund kesh, po më duke se i merë selektiv. Po për qeveritarët dhe ish qeveritarët që janë në hetim ose janë dënuar në SPAK? Edhe unë po tisha, do merja në një pjesë. Në thënë, kush e gjithë e ka marrë pjesë në tjetër, që atë jo thejmë ato e gjera, s'duken, nuk. Përballjen me ligjin, po ligji duhet jetë, rregulla duhet jetë, domethënë kush ka gabuar ta pagoj, ata që kanë gabuar të thash e ripërsëris. Tregon gjë kjo për nesër? Si tregon? Fuqia shtetërore aty është tek bazat themeltare të ligjit, të rregullave të gjitha. Kush ka vjedhur ta paguaj, edhe kërkojmë që të ecim napat, domethënë europiane. Dhe ish qeveritar në SPAK, sa besim keni të drejtësi? Këtu janë qelbur që të gjithë, si qeveritarët, si drejtësia, tutti quanti. Të gjitha janë bërë. Kjo për ne si shtet që qeveritar? Që ne jemi një popull që s'kemi dalë akoma nga lëvozhga, tërë jetën kështu kemi vojtur, dhe sipas kokës festën. Sipas qytetarëve, ndëshkimi i zyrtarëve që kanë abuzuar me pushtetin duhet të vijojë deri në fund pa përjashtime politike apo ekonomike. Ata kërkojnë që SPAK të jetë i pavarur dhe i guximshëm për të fituar plotësisht besimin e publikut.